Okej, miq, të koha shtesë, rikthehemi tani në episodin ton të radhës ku do të flasim për Kosovën. Elton, jemi shumë afër botrorit. Jemi shumë afër botrorit, po unë po shikoj një paradoks të madh. E di kush është paradoksi më i madh? Kush? Është një për tu habitur, domethënë, imagjino, aslani kemi dy aslan. Aslani këtej dhe aslani andej. Te quajmë kështu. Po janë të dy tanët. Po. Tani e kupton se çfarë paradoksi jemi ne? E kupton se çfarë ku jemi ne? Domethënë aslanin andej e kërkon Barcelona për të zvendësuar Lewandowskin te Barcelona. E kupton se ku jemi? Është vërtet. Po. Kurse ky zotëria jon këtej, që pretendonim shumë atje, kërcet i ikën edhe vetë Los Andena Turqia. Domethënë e hoqi Interi, një lojtar që ne pretendonim, sepse Interi është Inter, pavarësisht ato historirat e tija. Po e kupton paradoksin? Pra ti thua që aslani vërtet i shqiptarëve është Fisniku. Po patjetër që po. Në këtë moment që ne jemi, shiko, unë nuk dua që të shajmë apo të hedhim balt, sepse siç e kemi në zakon mbas humbjes ne të fillojmë edhe të hedhim balt. A kupton? Po, se pra, ideja ime nuk është se unë dua të shaj aslani këtej dhe të mbroj aslanin andej ose ta mburr aslanin andej. Po faktet tregojnë në gjë reale më vlla. Tani atë e kërkon Barcelona për të zvendësuar Lewandowskin. Ai zotëria që na bërin e golin pa lidhje fare, kurse këtë tjetrin e heq Interi. Ja kupton ti tani ku jemi? Fakti është që Fisnik Aslani është një kal karroce pune. Është një kal karroce pune, mua më kujton Armando Sadiku në asaj kohe që ka pasur Shqipëria, por me më shumë talent se Armando Sadiku. Është një lojtar i cili jep maksimumin kur luan te Kosova. Ka bërë gola pafund dhe jo më kot vlera kartonit të tij është 30 milionë euro. Pse po i bie vlera e kartonit shqiptarëve? Do të thonë lojtarëve të Shqipërisë. Nuk janë ambicioz, o Klajt, nuk janë ambicioz. Për mendimin tim nuk janë ambicioz. Ore do ta ndjesh një gjallë. Deri këtu shkojnë në lëndë. Të digi gjakun nëpër vena, çka kemi thënë edhe se kemi thënë në episod të parë valla. Po do të digi gjakun nëpër vena, po pse çai mungon aty të? A e kuptoni tani, ta bësh krahasimin? Ti shkojnë është 30 milionë euro kartoni valla. Kurse këtë tjetërin ta ke zbydhi Interi. Po ishte edhe me fatolla se urite, zëre se ulinet e Interi, moshën 20 vjeç, të blen Interi, investon pafundësisht tek ty. Dhe ti ta zbehesh gjithë ritmin në momentin ku ti duhet fillosh punën, po pse më kaq shpejt i lëm gjërat, kaq shpejt kënaqem. Pikërisht, unë nuk dua të merrem me detaje të specifikuara si e çoj, si e bëri, kaq shpejt, po ideja është kjo që të vjen të plcasësh. Kur ti ke dy skuadra në paralel, ti ke dy skuadra më valla. Po drejtë ta haj, po merri më shembull ajeri tjetri drejtë ta haj më. Merri më shembull ajeri tjetri. Kemi një vëllezër, jemi kaq qafë, jemi gjithë me njëri tjetër. Po je një gjak, kërkon shembull as nga Polonia, as nga Hungaria, as nga Brazili, ke aty. Të vlon një gjak, valla. Të do vlon një gjak. Bëu si vllai, shkon pa beti. Shikur zotit. Këshilla për Kristian Aslanin është bëu si vllai jot. Pa bravo. Kjo ishte perl fare. Kjo ishte perl fare. Bëu si vllai jot. Ore kopjoje. Kopjoje, po. Ore me shembull. Me shembull nga vllai valla. Merë shumë nga vllai, e dura. Gjaj vllajt. Gjaj vllajt, fiks. A kupton? Duhet të rrjedhi pak gjakun drejtë ajmo. Ishim në një moment që ishin dy finale historike, si për Shqipërinë dhe për Kosovën. Nuk ishin gjysmë finale, ishin finale historike për ne. Kishim dy ndeshje finale. Dhe Fisniku e mbajti Kosovën mbi supe, ndërsa Aslani nuk e mbajti Shqipërinë. Ore zotëri. Ti e kupton tani që ne jemi kombi më me fat. Ne jemi kombi më me fat. Kesh dy ekipe. Mo, e kuptoni tani? Iku njëra ke tjetrën. Po ke tjetrën mo. Ne nuk e shpejmë shpesa. Nuk na ka hikur buzëqeshja. Po pse mos të ishim të dyja? Pse? Kjo është ideja, domethënë, atë që unë irritohem. Pra, duke qenë që ishim të dyja, i kishim mundësit, kemi vetëm njërin. Është drejt. Pra, i kishim dy mundësi, derisa të hynim. Pastaj kush do na ecë më shumë? Ndërkohë, Kosova është bërë një shembull botror, Elton, ë? Domethënë, duke ditur pikën nga ka ardhur dhe ku është tani. Po patjetër që po. Viti 2014. Patjetër që po. Shiko, mua di çfarë bëri çudi, Turqia dikur e përkrante Kosovën, kjo ishte përkrahje faktikisht gjeopolitike. Po. Sepse gjithmonë ajo Turqia ne Geopolitika gjithmonë futet futboll, ë? Po. Pavarësisht se ne themi që politika s'futet futboll. Jo, do ta lidh kështu Klajt. Turqia në këtë rast e përkrau Kosovën sepse ishte në hapat e para, nuk ishte në asnjë kompeticion. Qoftë europian, qoftë botror, domethënë nuk ishte as UEFA e të gjitha me radhë. Edhe erdhi, ishte shteti i parë që u ofrua për t'i dhënë një dorë një miqësore. A kupton? Që ta shikojnë dhe bota që po, ekziston një klub, ekziston një parfajsuese, edhe kjo duhet jetë, edhe të hecin me hapa.
Qa ndodh? Jemi në 2026-ën, kemi Dardanët kundrejt Turqisë vlla. Për finale botërore. Për finale botërore vlla. E kupton tani? Kjo është ecuria, gjaku i pastër shqiptar, ambicia dhe egoja që ne kemi si komp. Mua, Pra, e kupton? Pastaj mos të futemi analizave të detajuara arritjet e çdo individi, çdo lojtari që ne kemi, pra të Dardanëve, mos i kapim një nga një, Muriqi, të gjithë me radhë Aslani që përmendëm e të tjerë, por që flas në rang ekipi sot 2026 ne përballemi me Turqinë. Ti po flet, mua po më kujtohen ndërkohë pamjet asaj ndeshje. Ka qenë ato pamje që nuk e di, duket sikur janë vitet 1900 kusur tani kur e mendon. Domethënë sa pak kohë ka kaluar dhe sa shumë është ndryshuar situata. Ka qenë një lojtar i Kosovës, Adhen Uiun, mos gaboj, edhe tha në ato vitet kur Kosova filloi që po pranoi nga FIFA dhe UEFA, sepse kjo ndeshje që ti referohesh, Kosova nuk është pranuar akoma nga FIFA dhe UEFA, ëh? E kupton? Po këtë pra po them, Turqia ne na ka ardhur si gjyna që të luajnë, që ta shikojnë bota, që ka një klub, ka një është dhe Kosova këtu, po. Pikërisht pra. Është dhe Kosova këtu. Momenti që kush do vjen botror, e kupton? Dhe ishte Adhen Uiu atëre. Kjo ta bën mishi kokra. Më duket se ka qenë Adhen Uiu dhe thoshte kisha frikë kur erdha në fillim te Kosova sepse tha mos do bëjmë ne si San Marino, se është ideja që ti po hap diçka për herë të parë dhe nuk e di se ku do dali. Mos po vinë një ekip që do bëhet si Gibraltari dhe San Marino tërkohën, çdua unë këtu si më thënë. Po jo më. E kupton? Dhe vetëm për 12 vite, Kosovë Turqi ku shkon botror. Kjo është fantastike. E kupton tani ambicien e pastër që kanë djemt ose kanë uri valla. Ora ka uri më valla, a kupton? Kurse këta tanët këtu të dyja tanët janë se s'po dim ti ndaj se na e kanë vënë Shqipëria zyrtare dhe Shqipëria tjetër, po. Ata ndjen e këtej. Ande këtej kufirit. Të njëjtët janë. Ideja është kjo që këta këtu lanama më. Edhe gjithë balta tani mbi Silvinjo. Po jo më vlla se Silvinjo ta bëri skemën aty. Bë goli drejt ai se këta kanë dati gjuhë bë gol. Pse Silvinjo do të ndjekin mbrapa ty ta bësh golin? Silvinjo. Po lëma tani se s'ka vaj Silvinjo në këtë rast. Nuk është ndihmë ime se po jo, shiko. Se po ti bëjmë, shiko, unë po flas në sipërfaqësore, domethënë po flas. Po flasim në anë sipërfaqësore, po flasim edhe me statistika. Nëse ti shikon statistikat e ndeshjes Poloni-Shqipëri, mbajtja e topit ishte 50-50. Po. Rastet e pastra 1-3. Më thuaj ti në çfarë kohe tënde ti ke shkuar në një transfer ndaj një ekipi të vështirë si Polonia dhe mban topin 50-50. Mbajtja e topit ka qenë 80-20 për kundërshtarin. Rastet e pastra po ashtu. Gjendja e Polonisë ne dim si ishte. A kupton? Po dhe në ditët më të vështira, në buzvarre që ishte Polonia, ne vajtëm ja futën vetes apo po kjo ishte humbje individuale, valla. Mua mendimin tim. Polonia ishte në buzvarre, po dhe ne ishim buzvarret më vallselose pa 4 lojtarë. Dhe ti ishte ditë më të keqe. Po patjetër po ama. Ishte një ndeshje ku dy ekipet ishin ditë më të keqe. Por zotri, humbe 2 gola të pastër. Ore të gabon Strakosha. Mita i gabon në mbrojtje. Kristian Aslani se ken fush. Arber Hoxha përveç golit nuk bën asgjë tjetër. Domethënë ti po luan pa 4-5 lojtarë. Po 11 janë ata. Po 11 janë olla. Mirë Polonia ka Zielinski dhe Lewandowski që kur si luajnë 4 lojtar të fitojnë këta vlla. Po ti ke. Kur s'lozi 4-5 lojtar. Kush do ta gjejë gjë historira, domethënë këto veri poste filanit e veri kështu ngjiti na mbrapa e bëje që shiko. Ideja është kjo që ti nuk mund të djegësh lojtar të hapasat, ja. Kjo është përgjegjësi personale vlla. Ore më thoi lojtar mua kush e mori barrën për sipër. Asnjë më vlla, asnjë. Kush e merr barrën për sipër si lojtar bëhet vetë titullar më këta presin, këta janë mekanizma kur e diskutuam me një edicion, dy edicione më parë, këta janë të prodhuar makineri, makinacion. Ulu ngriu hes majtas hes djathtas. Po ç'është kjo më burr tani? Po bëje diçka na vetja jote drejta haje burr se rregulloria është për të thyer burr. Ç'është kjo tani burr? Ndiqet topin na brava. Lojtarët e mëdhenj dalin gjithmonë kundër trajnerit. Lojtarët e mëdhenj dalin gjithmonë kundër trajnerit, shpëtojnë trajnerin. Bën një lëvizje, bën një goditje, bën një gol, bën diçka ekstra jashtë normales dhe e shpëtojnë trajnerin. Nuk duhet i thoj Silvinjo juaj këtu dhe juaj atje. Pikërisht. Silvinjo të nxjerr para portës. Skemat e tij nxjerrin para portës. Pastaj se çfarë bën ti është detyra përgjegjësia jote. Fiks. Dhe besoj për të ngelur pak edhe te pjesa e Kosovës, turqit janë shumë friksuar nga Kosova, janë vërtet shumë friksuar. Ka pasur edhe shumë diskutime në media turke, besoj që i kanë ndjekur. Shiko, patjetër që kanë ndjekur dhe atë që jo vetëm janë të friksuar. Ideja është që duke parë ecurinë, duke parë cilësitë e çdo lojtari, normalisht
kushdo skuadër të ishte, dhe aq më tepër duke ditur dhe historinë tonë, se kemi një historinë drejtari. Do shiko, duam apo s'duam, ne futbolli futet geopolitik. Futet në histori. Domethënë dhe kjo në rastin ton, në rastin e djemve, është një motivacion shumë. Po çfarë ishte ajo historia më valla me atë me Vedat Muriqin, çka kishte thënë Turqia? Kjo është e bukur valla. Kjo është shumë e bukur sepse shiko çik, duam apo s'duam ne tek geopolitika futet të gjitha formulat. Ja ta shpjegoj unë ty. E lexova dhe mberi shumë përshtypje. Tani ishte futur Turqia për ta marrë Muriqin te kontare atyre. E kupton tani ç'a ndodh? Turqia kishte kërkuar për të marrë Muriqin. Po mirë, këta pritën ndeshjen Kosovë-Turqi për ta thënë këtë. Po pse ç'a mendon ti? Ore zotri, në thash edhe një herë, futbolli është i rëndësishëm, hyn te geopolitika zotri. Për çfarë plani për çfarë? Për çfarë po për tjetër më. Po ç'o zotri? Për çfarë s'ndohesh kjo punë? Ç'a di ti? Dhe ku e gjetën rastësisht tani dhe rastësisht me lojtarin më të mirë të Kosovës. Po pikërisht pas ai po ecën në i dytë. Pas Mbappés La Liga. Dhe bën deklaratë, tani për çfarë bën këtë deklaratë? E bën për përçarje. Tifozeria, siç e dim ne që e kemi. Po. Kjo euforie e madhe që ne kemi marr, normalisht i hidhet dalë një sekondë se do ta thoshë pse e ke pasur këtë mendime të tjera, për çfarë s'mundesh kjo punë shumë. Një plan përçarje i turpshëm nga ana e Turqisë, por ajo që ne duhet të themi është Vedat Muriqi është komentuar shumë pak nga ana e mediave, si në Kosovë dhe në Shqipëri. Është lojtari më i ndërsuar dhe lojtari i cili nuk shet asnjëherë për jetën e tij private, për pamjen e tij të jashtme, por shet aty në fush duke shnuar gola. Është vendi i dytë pas Mbappés dhe lojtari i cili ka shnuar më shumë gola nga lojtarët shqiptar në La Liga. Flasim për fakte dhe flasim për shifra. Ky është Vedat Muriqi. Nuk e shikon asnjëherë në intervista atë njeri. Nuk e shikon asnjëherë në intervista. Sepse ai është djalë punëtor zotri. As kujdeset o vlla, ore, as për dhëmët o vlla, quajmë pirati atje në Spanjë. Kafsha o vlla. Mirë, pas të hym këta. Ore, e ka fjalën, nuk shikon anën estetike o vlla. Ai është aty fut golin o vlla. Po, ai është aty. Fare o vlla, as flokot, as foka, as dhëmët. Ore, je futbollist o vlla, si model. Mirë, po, okay. Si model. Kjo ka të bëj, kjo tregon shumë për atë njerëj. Po si kushtove rëndësi rrjeteve sociale, flokëve, fotove. Ore, ne kemi gjithë lojtarë çu hye botërë. I kemi për të futur konkurs për modelingë. Marrin vetëm çmime fantastike valla. Ora, duan ata ne valla, ne ata gol o zotri. Futboll. Paktën të bëjnë gol çuna tani në Fatil Vokri valla dhe unë i bëj thirrje me këtë rast, i bëj thirrje gjithë trojeve shqiptare, gjithë shqiptarisë për një mbështetje që të jetë mega full Fatil Vokri që ne ti motivojmë ata të jenë. E të ecim dhe mos ta të ngrim buzëqesha. Edhe sa shumë shqiptar mund të jenë aty në Amerikë për Kosovën, sepse kishte edhe një statistikë të bukur që kishte bërë dje gjatë ndeshjes Amerikë-Belgjik mos gaboj. Po, e dëgjova këtë lajmin dhe ishte, po, edhe dëgjova edhe këtë lajm dhe pyetja ishte, kë doni të shikoni në Europë? Doni të shikoni Turqinë apo doni të shikoni botror? Turqinë apo doni të shikoni Turqinë apo doni të shikoni Kosovën? Sa ishte përgjigja? Duket 57.7% ishin favor të Kosovës. Duam të shikojmë Kosovën. Pra, kjo është vjen dhe mbështetja ose më saktë popullsia që ne kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi një komunitet shumë të madh. Sa bukur do ishte të ishim të dy aty në Shqipëri. Po sa bukur, po s'ka gjë më çke, nuk na ngri buzëqeshja ne më. Këtë unë e kam thënë dhe e them dhe do t'i mshoj kësaj gjës. Jemi kombi më me fat në botë. Jemi kombi më me fat më i bukur në botë apo. Pavarësisht se neve me njëri tjetrin pasaj çajm kokë. Kjo është histori që është histori tjetër, po. Patriota sa është futbolli. Kur dalim nga stadiumi fillojnë zihen për vende parkimi. Se ikë pse si ke po. Fillojnë këto histori. E kemi, shiko, ne historikisht ne jemi përçarë edhe për këtë arsye, kupton? Si kom, si vend, si popull, ne kështu na i kanë futur gjithmonë. Që në kohën unë uroj me shpirt që Kosova ta mbajë këtë ecuri deri në fund, sepse çfarë ndodh tani Elton? Ndodh diçka. Debiazi kur ka qenë pjesë e Shqipërisë, që çoi Shqipërinë për herë të parë në Europian, pas atij Europiani Shqipëria filloi po binte shumë rezultate, po merrte rezultate të këqija. Dhe i ka thënë një fjalë shumë të bukur, që unë kam mend sot e kësaj dite dhe e rikujtoj gjithmonë njerëzve për të kuptuar që nuk është trajneri më valla shiko veten, pastaj shiko tjetrin. Shikoj veten pas tyre. Dhe Bjazi ka thënë, nuk janë më këta lojtarët e mi. Ishte një grup lojtarësh. Pas Europianit filloi ndeshjet e tjera kualifikuese dhe tha nuk i njoh më këta lojtarë. Ne vlla si shqiptar duam apo s'duam ne ta pranojmë. Sa po arrimi sukses, e lëm punën në mes valla. Zbehemi, nuk kemi më dëshirë valla. Zbehemi, kjo është e vërtetë. Ke Luka Modrić 40 vjeç luan si 20 vjeçar valla.
Ka fituar 700 kupa, ka fituar Champions League-ën. Lozi ndeshje Milan Como si të ndeshje e fundit e jetës. Kjo vjen edhe si pasojë ti s'ke fituar një trofe në jetën tënde. Historisë që ne kemi, që marrim për kot një farë momenti, domethënë ngrihemi, fryhemi, bëjmë atë fuckën e madhe, edhe çfryhemi pastaj. Sepse kjo vjen edhe si pasojë e historisë që ne kemi kaluar. Më kupton? Edhe marrim zjarr kot. Na ka shumë faktorë. Këtu hym tek politika nuk duhet hy fare, po që kështu e kemi, domethënë jemi ndërtuar edhe. Po unë mendoj që ne do përmirësohemi me ardhjen e brezave të rinj tani, sepse shumë emigrant qoftë nga Kosova, qoftë nga Shqipëria, janë të gjithë në Europë, në diasporë, edhe po lindin. Unë nuk dua të shikoj me talente, dua të shikoj zemrën fush, dua të shikoj Qazim Laçin fush, dua të shikoj Grinën në fush. Kjo Qazim Laçi. Qazim Laçi është lojtar shkolla e vjetër i cili jep leksion. Kjo është për t'i dhënë leksion të gjithëve. Sepse të luash me zemër, të luash, ore shiko, na një teknika e di që patjetër që hyn punë, që mos bëjmë ne tani si. Po ndeshje kundër Polonisë e thamë më parë, nuk janë ndeshje që fitohen me teknik. Janë ndeshje që fitohen me zemër. Me zemër me gjak më vlla, Tani ai nuk është një teknik i madh. Nuk është një triblues shumë i madh. Po të paktën ka zemër më vlla. Ka gjakun më vlla. Punon më shumë. Dhe duke pasur të u duk më mirë në fushë se sa ata që kanë teknikën. Bravo. Sepse u mungon e zemra. Bravo. Unë dua më mirë një lojtar i cili ka zemër po s'ka teknik, se sa një teknik gjaktot. Po sepse ai që ka zemrën, ai vetë drejt për drejt mos nuk ka frikë. A e pesa Rumuja Xhi ishin mes fushë valla. A e pesa Rumuja Xhi valla. Vetëm Rumuj bënim valla. Vetëm Rumuj. Po se lidhim dot gjën mo zotri se ta kanë thënë 1 milioner. Vetëm Rumuj. Dot gjën që ta koordinojë se s'ka një rregullues, s'ka një njerëz të madh aty që të punoj truri. Ka thjesht vrapus topi. Edhe nuk e lidhin, në momentin që ti ke i vrapus topi, ti nuk mund ta lidh, nuk i punon truri aty, aty ti punon truri, të ecë kot. Duhet të punosh me tru, jo me këmbë, sa dhe këmbë të lë një moment, po truri s'lë asnjëherë tha. Zlatan Ibrahimović ishte 38 vjeç dhe bënte prap namin. Nuk kishte më gjunjët, po kishte trurin. Ka trurin valla. Një lëvizje, një goditje, një pasim. Sa ndesa ktemo ti. Ore patëm shumë mundësi, po le mos i kthemi prap se e bën balt fare me këtë punë sa e bën. Se sa ta shtrydhësh aq nxirr nga kombëtare. Po të dhëm zemra o Elton se nuk të vjen me ky moment histori valla, si nuk e merr si ndeshjet e fundit të karrierës së tij. Sa aq shumë defekte nxirr. Po ne i ram në sipërfaqësore, nuk e hyjmë analizën. Ne kemi bërë analizën më detajuar sepse shumë kush ka qenë sipërfaqësor. Ata mbyllim diskutimin e Kafajn Silvinjo. Hajde marrim një trajner. Jo, fare. Çfarë fitojmë valla? Unë Silvinjos nuk i lasi pik faj. Mund të ketë, po ta shikosh në ana teknike, në ana skemës, në ana gjithçka, po ta marrësh hapasapi nga ajet e zhja, dhe ti bësh një analizë të detajuar, do gjesh defekte pafund. Po pafund, po nuk ka pafund. Ama humbja vlla nuk ka ardhur nga Silvinjo. Dhe këtë nuk ma heq dot njeri ma të vinë specialisti, të vinë Ancelotti, Mourinho, të vinë kush të dojnë mua dhe të më thojnë trut kokës, valla që fajin e ka Silvinjo. Ishte faj lojtarëve, jo i Silvinjo, shkurt më bete. Po lojtarëve. I lojtarëve. I lojtarëve që janë individual, valla se zhdashtojnë topin me dorë me këmbë Silvinjo. Ore shikos edhe ne. Ç'është kjo? Ore ne jemi shqiptar, jemi këtu, domethënë se kemi shumë të lehtë, godasim Silvinjo dhe mbrojmë tanën. Po ideja do flasim ca të vërteta? Jo, drejt për drejt në tull fare. Se është gjë e lehtë. Hajde i bim Silvinjos, brazilian do iki për koshën është. Po është muhabeti që ti të brum ke dhe duhet të ndryshoj, ose më saktë, ta kanë më shumë brum, po nuk duan. Edhe kjo të kap nervin ty. Kjo të kap nervin, se ti domethënë ti ke mundësi për më shumë, po se bën. Po nuk bëhet. E kur se bën për komin tënd, për këtë ta bësh edhe. Klaj, ta kam thënë 1 milioner dhe do vazhdoj të më shoj kësaj gjës. Në qoftë se ti nuk luan me dashuri, nuk luan me zemër, nuk luan me gjak, nuk luan o vlla, duhet luash me shpirt, ore, të japësh shpirtin atij valla. O vlla, duhet të japësh shpirtin, o vlla. Nuk luat me siç, ore, këta nuk lidhin topin o zotëri. Thash edhe një herë, mos të hyjmë me detaje se sa do ta shtrydhësh aq më shumë defekte dalin. Ore, ata kanë mundsinë, po nuk duan. Dhe kjo më kujton edhe një shkrim shumë të bukur që ishte bërë dje në mediat greke për Shqipërinë. Ose jo në mediat greke, po ishin ultrasit e Ekut. Te Ajeku dihet tani që janë 2 lojtarë. Është Pilo dhe Strakosha, 2 luajnë te Ajeku. Dhe ultrasit e Ajekut kishin bërë një shkrim ku thonin boll më me racizëm ndaj shqiptarit. Ose quani Pilon inferiori shqiptar, sepse kur Shqipëria tha shkojnë europian, ne e pam europianin nga shtëpia. Kur ne luajtëm në play-off për botror të njëjtën, kur luajti Shqipëria të njëjtën në play-off botrori, ne e pam prap nga shtëpia. E pam në televizor më. Shikoj si është puna tani.
Greku në tërësi është Më fal, jo vetëm greku, po dhe serbi ishin nga shtëpia. po patjetër, patjetër. Edhe ne duhet të bërë shumë herë më shumë Po që gjithë ata rivalët tanë na shikonin siç na kishe jene. Po pikërisht por prandaj mua më ha brenda shpirti që pse mu duhet ta humbim në këtë gjendje, në këtë mënyrë. E kupton? Sepse greku vlla, që rastësi dhe lobime, patjetër se unë e kam përjetuar atë europian kur ka hyrë greku në 2004-ën, madje neve si njerëz kemi dhënë jetë njeriu për atë ndeshje, kur ka luajtur Greqia, po mbas ndeshjes, mbas i fitoi europianin këtu në Shqipëri, kur luajti me Shqipëri që fituam ne 2-1. Kam i dhënë jetë njeriu. Në rrethin të Kretës është vrarë njeri për tifozerin. E diti këtë? Është ideal, ka humbur jetën Akuksi, ka humbur jetën. Edhe unë kam qenë atje në rrethin, në atë vend, në atë qytet. Po kur e morën vesh ne ishte vonë, ishte ditë tjetër. Ideja është kjo, që grekët si komb njihen si racista. Grupi, tifo e grupit e AEK-ut ka thënë një të vërtetë. Ti ke bërë një arritje aq të madhe sa edhe njëri i cili ty nuk të do ta jep tani atë merit. Po ta jep të drejtën, se Shqipëria është, Shqipëria tani ka hetur pa, nuk është Shqipëria në 91-92. Që vajtëm siç vajtëm. Po pra se ne jetojmë këtu dhe nuk e kuptojmë her pas here që ndryshimin, e kupton? Po nuk ke si të ndryshosh te vetja, po shkon vetëm pas here çdo ditë dhe ti se kupton. Nuk e lidhje më me atë shqiptarin në 91-shit, 92-shit i ikte me thes edhe shkonte atë matan. Edhe normalisht kishim ato defekte dhe ne kishim ato problemet tona të tjera, se vajte ajo vrulli madh i parë. Ore sa shqiptar, sa lojtar shqiptar kanë shkuar te Greqia, kanë refuzuar Shqipërinë se Shqipëria nuk ka rezultate. Tani grekët tonë po e shikojmë Shqipërinë nga shtëpia. Po, këtu do dalë që ta bëja lidhjen tamam. Domethënë, ai racizmi që ka qenë atëherë në atë kohë, sot është kthyer në një vlerësim. Qoftë në jetën e përditshme të shqiptarëve që janë bërë sipërmarrësa të mëdhenj në Greqi, sot janë sipërmarrësa shqiptarët. Nuk janë më ata shqiptarët e vjetër. Dhe tani mentaliteti, opinioni për shtypjet kanë ndryshuar totalisht. Tani a kupton ti, tani jemi në 2026 dhe ne me shtetin tonë fqinj, hajmi dhe garojmë vlla për talente. Edhe jam i sigurt se e dëgjova edhe diku tjetër këtë, jam i sigurt që domethënë po të kishte mungesa në mbrojtje, normalisht do t'i kishin thithur edhe këta, se gjithmonë ai kanë thithur talentet. Qoftë në peshkritje, qoftë në boks, qoftë në futboll. Kudo. Se ka qenë më i zhvilluar se ne Hollanda ai ka thithur, edhe çunat individualisht donin të rrisin në karrierë, valla, s'kam faj për këtë. Por që ti vëm pikë gjës në lidhje me racizmin, vetë këta tifo grupi i AEK-ut e ka shprehur sepse një skuadër, një vend europian, një vend më i fuqishëm ekonomikisht edhe se popullsi se ne, sot komenton nga shtëpia ndeshjet vlla. Më kupton? Edhe në këtë ata bëjnë një krahasim, që ku kemi qenë ne, ku keni arritur ju. Prandaj këta japin dhe thonë të vërtetën sot për sot. Na shikojnë sy dhe na shikojnë si konkurrent të fortë më. Nuk na shikojnë më me atë përbuzje, me atë nënvlerësim, me atë inferioritet. Që ata ishin superior ndaj nesh, edhe ne ishim inferior. Jo, ata na shikojnë si konkurrent shumë të fortë ashtu. Sepse kemi nxjerr yje, kemi nxjerr talente, kemi nxjerr njerëz. Është drejt. Por këtë ta them me garanci që po të kishte nevojë për ta mbyllur këtë diskutim tonin Elton, ndërkohë në televizor është Ardian Ismaili dhe Anis Mehmeti, janë dy lojtarë të cilët kanë dhënë sot deklarata për ndeshjen e përket Ukrainës. Domethënë Anis Mehmeti ka dalë si imazh për dhënë deklaratën e tij për ndeshjen me Ukrainën dhe kjo do të kupton në vetvete se do ta shikojmë Anis Mehmetin nga minuta e parë kundër Ukrainës. Besoj se edhe Ernest Muçin, besoj se edhe Armando Brojen. A mund ta quajmë këtë një farë treguesi që nëse këta lojtarë luajnë mirë, që mund t'i biem Silvinjos më vonë, ja shiko këta luajnë mirë kundër Ukrainës dhe ti gabove që duhet luanin kundër Polonisë. Tani është si është puna. Këta të luajnë edhe për karrierën e tyre, për në gjendje individuale edhe personale që të ngrihen. Kjo ndeshje s'është më për Shqipërinë. Po kjo valla ne nuk na hyn punë. Kjo ndeshje nuk është më për Shqipërinë. Kjo është për karrierën e tyre. Kjo e disi ishte. Kjo domethënë ne të kishim fituar, ta kishim kthyer kapelen shapkën mjan, edhe të ulçim atje tek stola tani, edhe të merremi tuf kokoshka dhe të shikonin për pordh, për qef. Po. Tani për çfarë shikoj unë valla? Ai individualisht, çunat individual, domethënë në mënyrën individuale, ata për karrierën e tyre, për të ecur, për të qenë edhe stabil në skuadër, patjetër më. Unë i kam dashur, do t'i dua gjithmonë valla. Ne do ta shikojmë, nuk bëhet fjalë. Po patjetër. Po, ideja është këtu, ajo që thënë ti pak më parë, që kjo ndeshje është kur Anis Mehmeti të shënoi 2 gola,
Furt vete Ipswichi, ti tregoj klubit vet që ja, unë kam fituar nuk 2 gola, Po, është për karrierën e vet. Kjo është Nuk është ndeshje për Shqipërinë, ndeshje për Shqipërinë, për të fituar ishte ajo në Poloni. Nuk është kjo me Ukrainën. Nuk është ndeshja me Sumze, sepse Mehmeti mund futet, bëj driblimet, bëj 4 gola aty. Po si po fut Shqipëria Mehmetin, edhe Ukraina ka ca Mehmeta që do t'i fusi. Se edhe Ukraina zëlozi me ekip para aty. Tërka në Mehmet në Ismail, o vlla, ne na duash ajo iku vlla. Tani hajde të ham kokoshka tani të shikojmë ndeshjen, kot për qef për të bërë qefin çunave. Do zoti ja prift mbar, të ecin të bëjnë gola, të ecin sa më shumë. Nuk na hyn punë kjo gjë më. Është e drejtë. Ajo ishte ndeshja për të fituar, po optimizmi ngelet sepse optimizmi ngelet se ne kemi ne luajtëm shumë mirë aty në Poloni me thënë drejtën dhe koha kalon shpejt dhe do vim shumë shpejt në shtator për Ligën e Kombeve për të shkuar prapë në Europian. Europian tani kemi bërë si shtëpinë tonë. Nuk është më qëllimi që të shkojmë në Europian, po dalim nga grupi tani. Edhe më fal ton, Ardian Ismaili po flisë pikërisht për këtë temë dhe paf që po qen edhe i vetë sigurt tani Europianin. Thoshte jam me interes të shkoj edhe pa grupet evropiane. Po se ja kemi marrë dorën Europianit, e kupton? Ne botrori kishim qejf ta preknim. Gjithsesi shpresat nuk janë shuar. I duam edhe pak gjëra të shpejtshme në Europian botror bam. Shpresat nuk janë shuar. Po më mirë ta ngres tekën dhe të kërkosh lart se sa të kërkosh poshtë. Patjetër. Se po kërkove poshtë. Unë jam unë irritohem çik shpejt, domethënë sepse e ndjej vëlla. Si çdo shqiptar tjetër. E ndjej vëlla, ç'a të bëj? Unë kshu jam. E ndjej. Po të paktën nuk na është ngrirë buzëqeshja akoma se kemi Dardanën tani do bëjmë tifo për çunat. Do hecim përpara. Ç'a të bëj? Okej, ne urojmë me fitore Kosovës edhe Shqipërisë kundër Ukrainës. Të gjithë shqiptaria në Fadil Vokri. Gjithë mbështetjet Kosovës.